Okej, tani kam kënaqësinë të jem këtu me një zotëri. Përshëndetje. Përshëndetje. Do më prezantohesh pak fillimisht emrin edhe origjinën nga vjen. Wilson Korpa. Jam nga Skrapari. Kam punuar në kombinatin ushtarak të Poliçanit. Më trego momentet bukura nga puna, po më trego edhe ato momentet të vështira që ke kaluar. Jo, në punë që kam punuar në Poliçan nuk kam patur momente të vështira sepse jetur për dije, për të mësuar gjëra të reja, unë me origjinë nga fshati. Po dhe shkollën e kam bërë atje patëm rastin që kishim njerëzit tanë, unë kisha vëlla në madh për fat, bëm praktikën, bëm gjithçka dhe kur e filluam nuk kishte vështirësi. Ishte ambient që të njerëzit na njihnin dhe i njihnin. Pastaj në punë, natyrisht, jam rësit e fillimit, gradualisht, me përvojën, me ato që kishim mësuar, ecëm dhe mendoj që deri në çastet e fundit që kam punuar, e kam bërë me sukses, sepse çdo gjë ishte organizuar. Nuk ishte vështirësi në kuptimin s'më pëlqente puna, jo. E bëjmë me dëshirë atë që bëjmë. Po. Po cila është ndoshta momenti më pazakon që ke patur te puna, po them. Momenti i vështirë që bllokimi në 91-shin, 92-shin. Që sistemi bllokoi gjithçka, u detyruam që shkojmë në emigracion. Këtë vështirësi kam ndjerë. Pastaj trazirat e 92-shin që përfatkeqësisht filluan grevat në të parët edhe sistemi noktë dhe kundër, represion, presion, mund të them edhe terrorizëm, mos flisni, mos bëni. Ne donim vetëm punë, nuk kërkonim asgjë tjetër, as ndryshim sistemi asgjë fare. Shumë gjëra dhe nuk i di sepse kam ikur në korrik të 92-shit. Cili shtet? Në Athinë, Në Greqi. Tani ka qenë emigracioni në Greqi në atë periudhë ka qenë më shumë i jashtëligjshëm. Tani mënyra si ike ishte. Po. Deri në fund të 97-s të paligjshëm. Unë për herë të parë kam ikur në Mali, pastaj herë të tjera kam bler vizë. Edhe kam ikur sepse pash mjaft gjëra që thash, po të më ndodhi prap, është vështirë të rezistoj. Pra apet diçka që nuk dohem të kthehesh aty. Në rrugëtimin e dytë që kam bërë, rrugëtimin e parë ka qenë rreth 7 ditë në këmbë, pastaj mbrita tek një shok nga Dërmiu, që kishte ikur me dokumenta dhe kisha bazë tek ai. Vështirësimet të mëdha kam parë në vitin 93, kur kam tentuar të ikë në këmbë, bashkë me disa të tjerë dhe na kapi ushtria. Ushtria greke. Ushtria greke. Po fat. Ata shikonin kur ishte i veshur dhe i pastër, e trajtonin ndryshe. Kush ishte jo i veshur, që s'kishte dalë asnjëri për xhiro, në kuptimin e fjalës që jetonin jashtë, do flinin jashtë, pa lar, pa berë, i trajtonin krejt ndryshe. Na grumbullor rreth 70-80 veta, pata fatin që nuk hengra në një shqelëm apo në një grusht. Na thanë, pse jeni bashkuar me të tjerë? Thamë, punë shoqërie, për të rrugën, vështirësinë, për të qenë bashkë. Kështu si që jeni veshur, po të mos bëni asgjë, trajtoheni mirë, si nga ushtria, edhe nga policia, edhe në asfalje. Asfalje është sigurimi policia e fshet greke. Që atëre vendosa që nuk do t'ikja më në këmbë. Nga që pash me sytë e mi, që i shtrin njerëzit, na sollën në dogan në Kaptic, i qelluan, nuk e di, vdiqën apo i qelluan me grushta, me qelem njerëz të moshuar. Domethënë, atëherë kam qenë 41 vjeç, qelluan një që ishte rreth 50, ngeli atje. Ajo ka qenë momenti i më vështirë i emigracionit. Vitin 98 më pas, u bëm me dokumenta, hyni me dilim si njerëz. Jetesën në Athinë, për shtatet me shtetin grek, a ishte vështirë për ty të jetoje atje? Më thuaj pak a shumë ato vitet e para ishin vështira apo jo? Po patjetër ishte vështirë. Mbi të gjitha ishte racizmi. Nga shqiptarëve. Shikonin të gjithë me sy të keq. Edhe një pjesë arvanitas, edhe një pjesë edhe greke, sepse shumica prap. E arvanitas janë similuar, janë thyer në grekër. Shikoni çdo gjë me racizëm, pa njohje ishte vështirë të jepte dikush punë. Unë pata fatin e mirë që rash në 2-3 njerëz, punova, lash përshtypjen e mirë dhe ata më rekomandojnë të njerëz të tyre. Bëja 2-3 punë, fillova punë në fabrikë, mirë mbajtur për zanatë që i kisha bërë, po ndërkohë punoja edhe punë të zezë jashtë. Ti thua që grekët ishin racistë ndaj shqiptarëve, pra edhe pse bënin punë të mirë. Shumë. Opinioni atëherë me sot ka ndryshuar shumë, sepse pak qenë ata që bën
veprime të rënda, vjedhje, rrëmbime, u hap në mi keq. Pastaj kur pan që shqiptarët ishin profesionista, ishin iniciator, ishin punëtor, gjithçka ndryshoi. A të mungon të Shqipëria në atë periudhë kur ishte në Greqi? A ndje mungesën e vendit tënd? Për mjaft gjëra po, për mjaft gjëra jo. Atje të paktën çfarë të ligshëm, të gjithë kanë siguracione. Kush punon, nuk të lë njëri pa kontroll. Mos japi siguracion sot atë, pse të vi këtu? Një tjetër që ka kryer familje, ka fëmijët në shkollë, si të kthehet, çfarë do bëj? Do të filloj një punë? Po ato vite që ka ikur ndaj, ku t'i gjej? Këtu trajtimi është për mua është i tmerrshëm. Tani Pra, si- vendin tim nuk e hedh, nuk e shes. Por më habit që ka një vite, edhe ka probleme të tilla edhe sot. Jeta jote tani vazhdon me familjen, me fëmijët e tua, po jo? Po, Tani fëmijët i ke në Shqipëri apo në emigracion? jo në emigracion e kam. Ke në emigracion dhe fëmijët. Po. Tani është më vështirë emigracioni kur e provon vet, apo më vështirë kur ke fëmijët emigracion për një prind? Për moshën tonë, rrishia është kjo që gjë më e mirë është të kesh fëmijën ta kesh afër, të kesh nipin edhe mbesën. Kjo nuk ka ngelur, të rrisin, të kalojmë kohën me ta. Unë pata fatin që 5-6 vjet pata nipin djalin e vajzës, e rrita vet. Ajo është kënaqësia që më dha jeta, por mirë do ishte sikur ta kisha këtu. Po duke qenë se ata janë më të kënaqur, kanë kushte të tjera jetese, prapë shumë mirë atje ku janë. Na vizitojnë, i vizitojnë. Më e mira do ishte të ishin këtu. Por shteti nuk siguron kushte që ta të leqë ta mbajë rinin këtu. Do Tani- vrejtje kam. Një mesazh të fundit për ata që do e ndjekin. Çfarë do i thotë gjithëve që po e ndjekin këtë video? Nga deut mos e dorë, si të vjetrit, edhe të rinjt. Çfarëdo që bëjnë, gjithse kur shikon interesin e jetës tia, edhe të ardhmen. Po prapa deut atë. Unë të falenderoj shumë për këtë rrëfim tënd. Edhe unë ju falenderoj. Ándale.